është shumë e rëndësishme që ta duash atë që bën, të kesh pasion atë që bën, por nuk është fare e mjaftueshme. Për shembull, mua më pëlqen shumë që të krijoj përmbajtje, por kjo është videoja e radhës që po postoj në YouTube pas më shumë se një muaji. Pra unë nuk kam qenë konsistente në YouTube. Gjë e cila më penalizon në sjelljen e trafikut te kanali im, në sjelljen e klientëve të ri tek produkti im, në sjelljen e klientëve të ri tek shërbimi që unë ofroj. Ka edhe ditë që nuk ndihesh aq e apasionuar, nuk ndihesh aq i motivuar, por gjërat nuk funksionojnë në këtë mënyrë. Dhe shumicën e rasteve do duhet të bësh gjërat sepse duhet t'i bësh. Do që duhet të ndeshin edhe me situata shumë të vështira, qoftë me klientët, qoftë me studentët nëse ju po ofroni kurse online, edhe me punën në përgjithësi, duke filluar që nga gjetja e një strategjie që funksionon, zbatimi i saj, krijimi i përmbajtjes, delegimi ndoshta më vonë, apo edhe thjesht të balancuarit midis punës dhe familjes. Pra, pasioni të ndihmon, por nuk të paguan faturat në fund të ditës. Çfarë ju duhet është disiplinë e rreptë, menaxhim i rreptë i kohës dhe të jeni serioz nëse ju doni ta bëni këtë gjë.